Partia opozitare Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar sërish në lidhje me mos përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet e shtetit. Në një komunikat për media nga kjo parti kanë thënë se për afër një vit, proces verbalet e mbledhjeve të qeverisë nuk janë publikuar në gjuhën shqipe dhe se proces verbali i fundit i publikuar në Shqip është i datës 19 shtator 2025. Ata thonë se që nga ajo kohë janë mbajtur 83 seanca të qeverisë, ndërsa proces verbalet e tyre vazhdojnë të mungojnë në verzionin shqip të faqes zyrtare. Bëhet fjalë për dokumentacion zyrtar të institucionit më të lartë të pushtetit ekzekutiv dhe për një periudhë prej 11 muajsh. Një numër kaq i madh dokumentesh të papublikuara kërkon sqarim të plotë për mënyrën se si po zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve brenda vetë qeverisë. Ndërkaq nga Vlen u janë përgjigjur me kundër akuza. Zëvendës sekretari i qeverisë, Hasim Murtezani, përmes një postimi në Facebook ka shpërndar disa dokumente dhe vendime nga qeveria e kaluar, kur në pushtet ishte BDI, të cilët janë vetëm në gjuhën maqedone. Pasi BDI manipulon gjatë gjithë kohës me gjuhën shqipe, po i prezantojmë vetëm disa argumente se sa BDI e zbatonte gjuhën shqipe kur ata ishin në qeveri. Faktet po ju asjellim në vite të ndryshme gjatë qeverisjes së tyre. Kohën e fundit janë rikthyer përplasjet mes partive politike për përdorimin e gjuhëve, si pasojë e heqjes së shqipes në disa tabela rrugore.